Po, zonja Tabaku. Unë besoj, zoti Demo, që kur flasim si ekonomist, flasim dhe me shifra, se kur thuhet që janë rritur shpenzimet për personeli me 143% dhe për investime vetëm 4%, nuk do të thotë që janë përmirësuar. Mua më duket përkeqësim. Dhe ju pyeta disa pyetje që ishin cilësore dhe mora një përgjigje të përgjithshme, nuk besoj nëse u sqarua dikush nga kolegët. Pjesa më e madhe e dhënave që ju prezantuat ka një problem shumë të madh, sepse janë në nivel bashkie ose në nivel qarku, nuk ka asnjë të dhënë në nivel të njësisë administrative dhe asnjë të dhënë që na tregon edhe pabarazin, se këto të dhëna kemi nevojë ne për të marrë vendime, për të parë pabarazit. Ju folët gjatë për zhvillimin ekonomik, për pabarazi ekonomike, folët gjatë njëkohësisht edhe për mekanizma që duhet ishin ngritur, folët dhe për procesin e integrimit, në fakt, që duhet ishin ngritur. Tani ekziston ligji për të zgjidhur çështjet e pabarazisë territoriale. A ka marrë vendim qeveria shqiptare, ka një ligj që ka 3 vite. Ka një vendim Këshilli i Ministrave për këtë, është zbatuar ky ligj ndonjëherë? Që ne po bëjmë gati për të bërë ndryshime edhe për të propozuar modele të reja pa parë akoma në terren. A janë zbutur pabarazit ekonomike lokale? A kemi sot më pak pabarazi sepse e ndryshuat modelin e pushtetit vendor? Keni një analizë ju nga pikpamja e pabarazive? Së dyti, është fakt që Tirana prodhon pjesën më të madhe, 1/3 të ardhurave, e thatë ju, këtë e thonë pjesa më e madhe e informacioneve që ne kemi. Dhe njëkohësisht shërbimin e burimeve, pjesën më të madhe të burimeve. A kemi një sistem të decentralizuar apo kemi vetëm një sistem të përqendruar në disa bashki të mëdha, sepse me logjikën që ju keni, me modelin që ju doni të ndërtoni, në qoftë se reflektojmë të dhënat dhe në qoftë se zbatojmë parimet që ju thoni, atëherë i bie që Shqipëria ka nevojë vetëm për 3 bashki. Sepse për asnjë nga pyetjet që unë ju bëra pak më përpara, për sa i përket afërsisë shërbimit, për sa i përket cilësisë shërbimit, administratorët e deleguar në pushtetin vendor, për asnjë prej tyre unë nuk besoj që morëm në i përgjigje, po ndoshta mund të kemi përgjigjen dhe tek informacioni që ju ndjes ke informacioni që ju do sillni. Gjithashtu përmendët edhe transferimin e kompetencave te bashkitë. Pjesa më e madhe e këtyre kompetencave, kush është deputet i vjetër në parlament, pjesa më e madhe e këtyre kompetencave nuk është shoqëruar me burime financiare dhe burime njerëzore. Dhe më vjen keq t'ju korrigjoj, sepse rritja me 40.000 e numrit të punonjësve në bashki nuk vjen në asnjë rast si rezultati i delegimit të kompetencave, sepse vjen edhe si krahasim kompetenca për shembull le të marrim arsimin ose ujitjen dhe kullimin. Pjesa më e madhe e këtyre kompetencave janë deleguar dhe këtë ja u them për fakt nga viti në vit sipas buxheteve që kanë kaluar në parlament, pa buxhetin real. Si e shpjegoni këtë? Në fakt është një anomali, po a nuk bie kjo ndesh edhe me parimet e decentralizimit? Cili është koncepti juaj për delegimin e kompetencave? Cilat kompetenca mendoni që duhen ngelen në nivel rajoni, nivel bashkie dhe më pas në nivelin më të afërt lokal? A keni një analizë të kompetencave? Ju dëgjova që ka pothuajse 41 funksione, ju dëgjova edhe për prezantimin në lidhje me përgjegjësitë e përbashkëta, funksionet e përbashkëta. A keni bërë një ndarje të përgjegjësive, sepse sot të jemi realistë që qarqet nuk kanë as buxhetin, as kompetencat, po nuk kanë deleguar nuk kanë të decentralizuar as përgjegjësi për të kryer funksionet e tyre. Një nga objektivat kryesor që kishte reforma territoriale e vitit 2015 ishte ndalimi i boshatisjes së zonave rurale dhe krijimi i një zhvillimi të balancuar territorial. Ndërkohë që emigrimi i brendshëm ka vazhduar, dhënat e Instatit janë shqetësuese për ne si opozit, po unë besoj për juve ju nuk duhet ju zë gjumi nga dhënat e Instatit si qeveri. A është ky një tregues që modeli aktual që ju propozuat ka dështuar për ta ndalur emigrimin dhe për të krijuar zhvillim ekonomik në secilën prej këtyre bashkive dhe për të bërë ato pole me të vërtet tërheqjes investimeve të huaja? Për sa i përket dimensionit rajonal, ju jeni njëkohësisht edhe negociatori kapitullit 22. Për bashkëpunimin rajonal, unë kisha nevojë në fakt për pak informacione ku ndodhemi për sa i përket negociatave, për cilin model të NACit është duke shkuar qeveria shqiptare,
A përputhet kjo me, jo vetëm me punën e këtij komisioni, po edhe me dhënat që ju keni si ministër për sa i përket funksionit dhe rolit që kanë rajonet?